Mu ma hop ke lejtari lënë kër ja pa isha fotot në Instagram. Laj, Ashtë lejtari jam. Na kër e këna hop loje, na 3 dit nuk jena dalë në qytet. Unë e takoj gjeneratës që kam fillu me lujtë futbol, duke e pa Prishtinën e madhe të lujtë futbol. Na kërkon se këna mujtë me kvalitet këtu, pa me angazhim me luft. 40.000 shiku stadion, starti start, dueli duel, lufta luft, një mjeshtër e këna pas për para Fadil Vokrin, i mujshëm ekipet, edhe... Trenerin pjesë por t'i kanë gjithë so starta, jo so asiste, po so starta i gjellu. Me pas hiti, thot ku që zënë stadion, i këshin shti me ngo me zërë. Për shta si kanë lo me hi ata, që këta me ngo ka dalë. Mos më lodhis me të shumë. Thashë fillim une, formula. Këta që në stadion, këta reagojnë në momenti kur ka gol. Teknologjia e smet. Po, na për shumë edhe Superligën edhe këta lejtar krejt, shofin krejt sa në po. Kallëzëm ati mu se pa lidhe që i smeti këtu, po që, cili është i smet për shqyty në lejtarve? E kanë TikTok-un e snapin, e shojnë që s'ka, as të njën e heq, ajde krema, për kupton? Heq, as teknikisht, as men, as truas, s'ki smet, nuk ki smet më në shas, ki... Jo dhe si ke liftu për ideale, ke pas shpirte, ke pas... Generata e re e kanë një defekt. Pa ti ishe dek Mu ma brej hop smet ke që të... lejtari lënë kër ja pa isha fotot në Instagram. Laj. Ashtë lejtari jam. Na kër e këna hop loje, na 3 dit nuk jena dalë në qytet. Jo brej smet këshe lu që të që pelon të Faruk e Leci, pa ishe dek me sa të shtë... Brezi jon ka pas tjetër mentalitet. Edhe brezi jon lidhet me pyetjen që e boni Leci. Se edhe cona e këta, pavarësisht që ka lyt nivele, ma të nalta se na, po jam brezi joni, na jemi qaj mentalitet. Qa të, po? Na nuk mujna me hup lojën e me dalë me bo poza në Instagram. Nuk ka pas. Ajre krema, bre. Për shumë një status të mergim ma vëna që s'kam qare për ledzu. Ndeshjet e tila luën për të fitu me gjdo kusht. Jo për të mos humbër. Jo thjesht për të mos humbër. Do më thonë edhe kë në bas statusit ka rezervat e vetë që është lujt një ndeshje teatrale mitësore sante. Mirë, ndërkohë tani e shohim edhe deklaratin e trajnerit të Serbisë Stajković. Regjia nëse kemi gati. Me organizimin, me mikpritin, garant. Nuk ju pëlqeu loja, gjeni një seleksionues tjetër. Lojë shumë e vështirë, Shqipëria është jashtëzakonisht kualitative, ne kemi treguar karakter, nuk ishëm frikë nga atmosfera që ishte fantastike, i përgëzoj. Erdhëm të fitonim, formacioni që startuam tregon se donim të arrinëm të golat, nuk është lehtë të luash në stadium të tillë, Shqipëria ka ekip të mirë e cilësor. Rezultati baraz është më reali, kjo pikë është më ëmbël dhe nesë për ta. Kështu pra ka deklaruar përgjithësi i Serbisë Dragan Stajković. Mes të rejtë të tregon që ka dhe probleme edhe mes kompit vetë. Si e komentar. Nuk ju pëlqeu lojë. Mes reshta. Deklarat e balancuar. Gazetarët aty me siguri janë konë mas lojë. Deklarat e balancuar.